Ditëlindja e djalit të Gjensila Myrtezaj dhe Beskallakut, Amen, është kthyer në një nga ngjarjet më të komentuara në rrjetet sociale ditët e fundit. Nëna e tij, Gjensila, organizoi një festë shumë të ëmbël dhe të kuruar me detaje, ku dekorimet me ngjyra të buta, lodra tematike dhe buzëqeshja e fëmijëve krijuan një atmosferë të ngrohtë familjare. Video dhe foto nga ditëlindja u shpërndan me shpejtësi në rrjete, duke prekur shumë ndjekës që kanë ndjekur këtë familje ndër vite. Mirëpo, një detaj i vogël por i ndjeshëm tërhoqi vëmendjen më shumë se gjithçka tjetër. Në asnjë nga pamjet e publikuara nuk u shfaq Beskallaku. Kjo mungesë ngriti menjëherë dyshime dhe komente të shumta. Pjesa më e madhe e njerëzve kujtoi faktin që marrëdhënia mes Gjensiles dhe Besit prej muajsh ka qenë në qendër të mediave roz, me lajme për ndarje, tensione dhe mosmarrveshje. Ndaj, fakti që babai nuk ishte i pranishëm në një nga ditët më të rëndësishme të jetës së djalit të tij, u përjetua si një sinjal që tregon se marrëdhëniet mes ish-bashkëshortëve nuk janë zbutur. Në rrjetet sociale nisën menjëherë aludimet. Shumë komentues shprehën mendimin se, përveç distancës emocionale, vetë Gjensila mund të ketë marrë vendimin për të mos e ftuar Besin në festë. Të tjerë mendojnë se ai mund të ketë zgjedhur të mos shfaqet për të mos krijuar vëmendje dhe dramë publike në një ditë që i përkiste vetëm Amenit. Deri tani, as Gjensila dhe as Besi nuk kanë bërë asnjë deklaratë zyrtare, gjë që vetëm e ushqen më tej kurreshtjen dhe folurën e publikut. Pavarësisht thashëthjemeve dhe ndjesive të përziera që u krijuan, një gjë mbetet e qartë: festa e Amenit u organizua me shumë dashuri. Ai u pa i lumtur, duke qeshur dhe duke luajtur me miqe familjar, të rrethuar për një atmosferë të ngrohtë dhe të kujdesshme. Për fëmijën, ajo ditë ishte thjesht një moment i bukur fëmirie, larg gjithasaj që të rriturit diskutojnë e analizojnë. Në fund, pavarësisht komenteve, çfarë mbetet më e rëndësishme është mirëqenia e fëmijëve. Publiku mund të flasë, të mendojë dhe të paragjykojë, por vetëm ata që janë brenda familjes e dinë të vërtetën e plotë. Çdo prind, pavarësisht situatave, shpresohet të jetë pjesë e rrugës së fëmijës së tij. Dhe ndoshta, në një moment të dytë, heshtja do të zëvendësohet nga qartësia dhe urimet për Amenin do të ngrenë mbi çdo debat. Urritsh me shëndet, gëzim dhe dashuri.